ai po thot, gjëra të tjera më thot mua. Gjëra të tjera ti thot gocave. Gjëra të tjera thot ty. Kupton? Kjo është loja ti. Po është e shëmtuar. Është shumë e shëmtuar. Tani vetë i thot gocave që Ola vetë më ka ardhur. Jam mërzit për këtë fakt. Nuk e di tani. Jam mërzit unë, jam mërzit ti. I vetëmi që s'është mërzit është ai. Unë atë e kuptoj. Prandaj unë kam këtë ftohtësi, po ti? Po ti ke normalisht që do kesh ftohtësi në këtë situatë. Jo ftohtësi, po duhet jesh akull. Më atë vazhdo jam e ftohtë. Më emocionojnë ato që dëgjoj normalisht. Po normalisht do të ndikohesh nga çdo fjalë këtu. Se prandaj Jo, nga kënga. Unë emocionova nga kënga, fjalët që ta i mbrëm. E pash djen, domethënë thjesht po të shikoja dhe të pash fytyrën. Kupton? Nuk është se kishe, se për shembull erdhi Miki, kishte atë qasjen. Ola, hajde dëgjoje, kupton? Kurse kur të pash nga ty, thjesht më pe, kupton? Nuk më pe. E shef kupton çfarë them dhe aty unë ndërgjegjësova me veten time që nuk është puni nati. Shko, ti ke fajtet tua, sepse sado ti u futën në një situatë që nuk ishte e qartë. Ishte komplet. Ty do leverdisi ashtu, jemi në rregull në atë, po ti e dije që unë isha shumë keq. Ti e pe që isha shumë keq. Edhe ti ma ke vlerësua vetë atë që kam bërë ndaj babit. E kupton, edhe fakti që ti dhe ma përdor atë nuk më erdhi mirë. Prandaj dhe unë, kurse me ty, mund të krijoj këtë. Fakti që më vjen inat dhe vazhdon të më jap inat është sjellja e tij. Dhe tek festa që ka ndodhur, ka ardhur gjesti, ka ardhur bona. Ai për mua është skandal. Skandal. Ka ardhur. Dje putha, sepse si faleminderit për këngën e kështu. Po për të tjerat, unë nuk... E pash edhe sjellja e tij domethënë që ishte prap kishte atë mburojën e vet, kur vajte ta përqafoja. Sepse leverdisa ashtu aty. Edhe tek festa. Po unë kam thënë, ngjen e masaj gjëje. Përderisa ai ka vendosur të bëj këtë lojë para syve të mi, e të më shkaktoj mua aq shumë dëm, unë jashtë, jo jashtë, po kudo, më ka kthim mbrapa. Dhe është çëja më e mirë. Jo se po ta them unë, po hiqe se jam unë, është gjë më e mirë, sepse në qoftë se ta bën këtu, ka për ta bërë gjithandej. Thjesht do kaloja pjesa që e mërzisë, e dhimbjes, e lodhve, po ama do bëhet shumë herë më mirë. Edhe unë e kam kaluar në kurriz një situatë tillë. Vetëm gjë që nuk kuptoj me ty është që ai s'ka bërë ndonjë gjë që ti të ngelesh keq. Fundja fundit ai këto këngët i ka bërë jashtë, nuk i ka bërë brenda. Po janë këto mbrapashtesat, Olor. Pjesa që nuk edhe tek ty nuk ka ardhur, që erdhi këtu te shtëpia. Unë nuk jam mësuar kështu, Lori. As ti nuk je mësuar që të vesh, dhe ti thuash hajde këtu flasim. Unë jam mësuar gjithë kohës. Që të vi burri të ty. Nuk është logjike kjo gjë. Te kjo është të bëj princeshën edhe bravo i qoftë që do ta bëj fytyrën e tij të nxjerr. Por te ty kjo gjëja që fundja fundit ty nuk të ka premtuar ndonjë gjë. Në mënyrë direkte jo. Po unë thjesht nuk e kuptoj se me mua është ndryshe. Me muhabetet e tjera është ndryshe. S'ka jap. Muhabetet e tjera është ndryshe. Me gocat është ndryshe, me Tanjen është ndryshe, me ty është ndryshe. Se mashkulli që është duhet të bëjë një karakter me gjitha situatat. Jo, hidhoti se do të mbështesu. E pastaj të mbështet kur? Jo, në një anë, mua më ka mbështet. Pse është mbështeti ta mama jo? Po nuk është ta mamë, si gjë. Se kur erdhi puna që ishim unë e ti e ai ti nuk të mbështeti. Te prajmi. Në situatën të neve tre, ai nuk të mbështeti. Ai lante duart e veta. Ai nuk bën asgjë. Kjo është e bukur që mua më shumë. Ai thjesht pret.
Po për çfarë do luftosh ti dhe unë? Sidomos ti njerë, për çfarë do luftosh ti? E di, po, shko, unë kam një inat aq të madh, sepse kam dhe dashurinë aq të madhe. E kupton, fakti që unë kam aq ditë të brenda, kjo gjë është krijuar. Unë i them që jam e dashura, e kam treguar. Ai vetëm ma ka kthyer keq. Unë kam të drejtë të kem inat. Po ti ai ty s'ka premtuar gjë fundi e fundit. Vetëm ka bërë ato të tijat që ta ka thënë gjithë shtëpia që duket që është lojë. Po. Edhe ti nuk e patur, se tash mos e fusim kot, sa ditë keni që ka dita që jeni që ti ke shprehur atë tënden, biles kanë kaluar edhe ditë tjera. Ka dalë në kontekst. E kupton? Në kontekst shumë të madh. Ka marrë një shpërthim shumë të madh se gjë, ndërkohë që është edhe diçka shumë e vogël. Pero fakti që ti ke shpërthejnë gjërat këtu. Këtë inat tani, duke se kur ti e ke, e kupton? Nuk kam inat, unë thjesht erdha për të folur me ty, se unë kështu jam. Pse nuk e vullë se ta tin? Nuk, Olor, nuk jam mësuar unë, të vete unë, mos të më vi mua mashkull për të folur një muhabet. Ardhi mbrëm të fliste. Fliste për Lorë, ato sa u knaqëm, sa ka ardhë, kemi folë.